Mendo para se ta shpërndash. Shkollat në Kumanov do të mbyllen javën e ardhshme. Pse? Çdo ditë ne marrim qindra informacione. Po ato informacione a janë të sakta? A është kjo e vërtet? Nga vjen informacioni? Kush e ka postuar? Mundet të jetë një lajm i rrem. Lajmet e rreme shpërndahen më shpejt se informacionet e sakta. 3 hapa për të verifikuar çdo informacion. Kontrolloj burimin e informacionit. Kontrolloni datën. Verifiko informacionin në media tjera. Duhen vetëm disa sekonda për të verifikuar informacionin e saktë. Mbroj të dhënat tua, mbroj veten. Armët digjitale të rinjve të Kumanovës është projekt i realizuar në Instituti Pulsi i Demokracisë dhe i përkrahur nga Ministria për Marrëdhënie mes Etnive.